Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Fermerët protestojnë në Tiranë për heqjen e naftës nga skema mbështetëse, thonë se po shkojnë drejt falimentimit, kërcënojnë me shtrenjtimin e produkteve. Konfindustria apel qeverisë, rishikoni taksat e karburantit, rritja e naftës rëndon mbi qytetarët, Shqipëria i vetmi vend që s'ka marrë masa të prekshme. E rënd në Vlorë, pitbulli i kafshon të mitur në zonën e Lungomares, 4 vjeçaria dërgohet me urgjencë në spital me plag në kokë, qeni ishte braktisur. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. 10 fermer protestuan këtë të martë para Ministrisë së Bujqësisë kundër heqjes së naftës falas nga qeveria. Ata thanë se situata në fshat është dramatike pasi tokat po mbeten djerë, por Ministria bëri të qartë se çështja e naftës nuk negociohet dhe se skema e mbështetjes mund të rishikohet vetëm në vjesht. Pasi qeveria vendosi të heqë mbështetjen e naftës për ta, fermerët protestuan këtë të martë para Ministrisë së Bujqësisë për të kërkuar mes të tjera rikthimin e skemës. Në të kundërt ata thonë se rrezikohet prodhimi vendas, pasi kostoja me çmimin që nafta ka sot në treg është shumë e lartë. Përballë kostove të rritura, fermerët ose do të shtrenjtojnë çmimet, ose do të heqin dorë nga bujqësia. Nafta është ngret, plerat janë ngret, çmimi i qumshit ka rënë. Ne po na myt malli importit, sepse ato subvencionojnë më mirë se sa shteti shqiptar. Ne të blegtorisë kërkuam ngritjen e subvencionimeve. Nuk ja dalin dot me ato pak lekë që na japin këta për subvencione. Dhe kërkojmë nga qeveria shqiptare, siç ka ngritur një bord për rregullimin e çmimit të naftës, të ngrehet një bord për produktet e shportës, për qumshin dhe produktet e tjera, që të shikoj që të bëj rregullimin, sepse ne jemi në kushte të vështira, sepse nuk arrim dot që të konkurrojmë fermerin europian ose dhe fermerin e rajonit. Disa minuta pas protestës, një grup prej 10 fermerësh u prit në takim nga Ministri i Bujqësisë Andi Salla dhe Ministri i Financave Petrit Malaj për të dëgjuar kërkesat e tyre. Pas 2 orësh takim, përfaqësia e fermerëve njoftoi se nga Ministria ju është premtuar se skema kombëtare e mbështetjes mund të rishikohet në shtator, por rikthimi i mbështetjes për naftën nuk negociohet. Na është premtuar që tha për bujqësinë janë 40 milion euro. Dhe këto 40 milion euro do të shpërndahen sipas rregullave dhe na ka premtuar, na ka dhënë premtim. Ato kërkesa që ne ja ofruam, na ka premtuar që ne do i mbajmë edhe do të jemi me fermerët. Siç jam ne gjithë dakord, prej 10 vetash antarë të kryesirt, ne jam dakord që A ju do një afat kohor që po, kur do merret? Po, afati kohor është deri në shtator. Kjo përgjigje e ministrisë nxiti përplasje mes fermerëve. Qa shtatori o vlla? E di. Pse nuk është lufta për rajonin? Pse ne serbi nga shkel me këmbë, pse? Na ka shkel 1 hektar, po na shkel prap. Po pra, ajo do të vetë kontrolli në të kanë. 120.000. Një pjesë e tyre konsideruan takimin si tallje, duke deklaruar se ata kanë nevojë sot për mbështetje, ose në të kundërt do të shkojnë drejt falimentit dhe drejt produkteve të importit. Pas përçarjes, një pjesë e fermerëve u shpërndan, ndërsa të tjerë diskutuan për datën e protestës së radhës. Konfindustria i bën thirrje i qeverisë të rishikojë sa më parë taksat mbi karburantet, pasi sipas saj bara e shtrenjtimit të naftës po bie direkt mbi qytetarët, ndërsa çmimet rriten çdo ditë në tregje. Konfindustria thotë se Shqipëria është i vetmi vend që nuk ka marrë masa të prekshme për lehtësimin e situatës. Me çmimet e karburanteve që po rriten gjithnjë më shumë, Konfindustria ka kërkuar që qeveria të rishikojë sistemin e taksave mbi karburantet në vend, duke vlerësuar se pasojat e zhvillimeve ekonomike në gjirin persik po rëndojnë gjithnjë më shumë xhepat e qytetarëve. Vlerësimet e modelit ekonomik shqiptar tregojnë se rritja me 30% e çmimit aktual të karburanteve krijon një inflacion prej të paktën 6% dhe një rënje të prodhimit të brendshëm bruto me 2.8 në 3%. Së pari kërkohet ulja e barrës fiskale mbi karburantet dhe taksat vjetore të automjeteve, të paktën në mesataren aktuale të vendeve të rajonit. Shqipëria është i vetmi shtet në rajon që nuk ka ndërmarrë asnjë masë të prekshme lehtësuese për krizën e karburanteve.
Ndërhyrja me ulje 20% të vlerës së akcizës vetëm kur çmimi i naftës arrin në 220 lekë për litër është e pamjaftueshme dhe e pakuptimt. Konfindustria thekson gjithashtu se Bordi i Transparencës duhet të funksionojë si një institucion i përhershëm, ndërsa mbështet edhe propozimin për krijimin e një kompanie shtetërore që do të sigurojë rezervat strategjike të naftës, një ide që aktualisht është në konsultim publik. Së dyti duhet të fillojë procesi i shndërrimit të Bordit të Transparencës në një ent rregullator të karburanteve, si institucion i përhershëm profesional kundër spekulimeve në tregun kartel të sotëm. Së treti, Konfindustria mbështet propozimin për krijimin e një operatori me kapital shtetëror në tregun me shumicë dhe pakicë të karburanteve. Tregu strategjik i karburanteve ka një qarkullim real vjetor prej pothuajse 2 miliard dollarësh dhe përbën afërsisht 10% të prodhimit të brendshëm bruto. Rritja e çmimit të naftës po kërcënon gjithnjë më shumë një rritje të përgjithshme të çmimeve të madrave dhe shërbimeve, siç ndodhi edhe në vitin 2022, kur inflacioni arriti deri në 8%. Edhe opozita ka kërkuar uljen e taksave mbi karburantet si e vetmja zgjidhje për të frenuar rritjen e çmimeve. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, nafta është afro 50% më lirë se në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi sot në emër të opozitës për gjysmimin e taksave mbi karburantin. Në një komunikim me gazetarët, Berisha deklaroi se ulja e akcizës që ka ndërmarrë qeveria nuk zgjidh asnjë prej problemeve me të cilat po përballen sot shqiptarët. Është e domosdoshme për gjysmimi i ngarkesës fiskale ose ulja e ngarkesës fiskale për litrin e naftës në nivelin e vendeve përreth, në nivelin që e ka sot Maqedonia dhe Kosova. Berisha kërkoi masa edhe në mbrojtje të fermerëve, të cilët gjithashtu përballen sot me çmimet e rritura të karburantit. Për fermerët duhet për gjysmimi i ngarkesës fiskale dhe heqja e aksisës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballen pensionistët në këtë periudhë të rritjes së çmimeve. Sipas Berishës, në Bankën e Shqipërisë janë depozituar 240 milionë euro, para të pashpenzuara gjatë vitit kaluar, por pavarësisht premtimit të qeverisë, pensionistët ende nuk kanë marrë asnjë bonus. Në qoftë se kemi parasysh sot çmime që s'kan ekzistuar kurrë në tregun e zarzavateve, treg në cilin 1 kilogram domate shitet, të paktën 7 herë më shtrejt se sa të shitej 7-8 vite më parë, kjo bën që kjo shtresë prej 750.000 qytetarësh të ndjej pamundësi dhe vështirësi të mëdha ditore për ushqimin e vetë. Sipas Berishës, qeveria i ka lënë qytetarët pa mbështetje përballë rritjes së çmimit të naftës dhe ushqimeve. Shqipëria, sipas kryeministrit Rama, po vijon normalisht agjendën e përcaktuar të integrimit evropian. Rama hodhi poshtë akuzat e opozitës për bllokim të procesit dhe rritje të korrupsionit. Kryeministri Edi Rama tha në një aktivitet për punësimin e të rinjve në administratë se procesi integrimit të vendit drejt Bashkimit Evropian nuk po has pengesa. Flitet e përflitet lart e poshtë për arsye të mosarsyes se negociatat janë bllokuar, janë ndaluar, janë penguar. Kjo është totalisht e pavërtet. Kush i thot këto nuk e ka fare idenë se për çfarë flet. Jemi totalisht sipas agjendës së përcaktuar. Rama u ndal dhe tek çështja e korrupsionit, duke theksuar se përdorimi gjithnjë më i shpeshtë i këtij termi në debatin publik lidhet më shumë me perceptime subjektive. Të thuash që sot Shqipëria ka më shumë korrupsion se ndonjëherë më parë, do të thotë flasësh për çart. Natyrisht që sot flitet më shumë për korrupsionin, për qoftë për shkaqe objektive, qoftë për shkaqe totalisht subjektive. Qoftë për shkak se si asnjëherë më parë i është hapur korrupsionit luftë, dhe lufta i është hapur në radh të parë politikisht nga një forcë qeverisëse që ka udhëhequr një reformë që ka çliruar duart e drejtësisë. Duke prezantuar për të rinj platformën e re të punësimit në administratën publike, kreu i qeverisë theksoi rëndësinë që ka administrata në procesin e integrimit evropian. Qindra e qindra punonjës të kësaj administrate, të cilët
janë angazhuar në këtë proces shumë të ndërlikuar që prek të gjithë sektorët, e kanë përfaqësuar shtetin shqiptar me shumë dinjitet dhe kanë fituar respektin, vlerësimin dhe besimin e palës tjetër. Dhe pala tjetër është një palë që është servitur me dekada për t'ia nxjerrë jetën vendeve që janë ulur në tryezë për t'u bërë antarë të Bashkimit Evropian. Pas prezantimit të platformës së re, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, përgjegjëse për këtë platformë, ka planifikuar një tur takimesh me studentët e universiteteve për prezantimin e saj. Në mbledhjen e kësaj të martë të grupit parlamentar socialist, Edi Rama u kërkoi deputetëve të shtojnë kontaktet me qytetarët. Ai tha se shumë shpejt do të nisë edhe vetë një tur me takime në bazë. Kryeministri Edi Rama zhvilloi mbledhjen e përjavshme të grupit parlamentar socialist. Në takimin që zgjati rreth një orë në kryesinë e kuvendit, kreu i qeverisë u la një sër porosish deputetëve. Fokusi ishte tek takimet në bazë, por edhe me qytetarët, ndërsa vetë Rama bëri me dije se do të zhvillojë takime me simpatizantët e PS dhe qytetarët në çdo qytet të vendit për të njohur me problemet që kërkojnë zgjidhje konkrete. Burime nga Partia Socialiste bëjnë me dije se ligjvënësit e majt kanë raportuar aktivitetet publike të fushatës për Shqipërinë, e cila do të zgjasë 9 javë, ku fokusi i kësaj jave është tek ekonomia. Integrimi ishte sërish temë diskutimit në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Porosia kryesore e Ramës ishte miratimi i ligjeve që janë në përputhje me kriteret e vendosura nga Unioni. Burime nga PS pohuan se gjatë takimit pati dhe debate të brendshme. Megjithatë nuk janë bërë të ditura me shumë detaje. Vetëm një javë më parë, Rama mblodhi grupin socialist në Pallatin e Brigadave, ku njoftoi dhe nisjen e turit për Shqipërinë, ndërsa deputeti Erion Braçe shprehu ambicien për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e ardhshme lokale. Dy kërkesat e opozitës për komisione hetimore për rrugët dhe Agjencinë Kombëtare të Informacionit janë refuzuar nga shumica. Socialistët sqaruan se parlamenti mund të shqyrtojë vetëm çështje konkrete, duke përjashtuar ato që janë në hetim nga SPAK. Majoranca socialiste në konferencë sekretarëve ka rrëzuar kërkesat e opozitës për ngritjen e dy komisioneve hetimore, një për situatën e rrugëve dhe një për funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Në emër të Partisë Demokratike, kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi akuzoi shumicën se po shkelte drejtat e opozitës, duke refuzuar çdo kërkesë për ngritjen e komisioneve hetimore. Është rast unik në botë që një institucion publik zyrtarisht nga prokuroria cilësohet si grup i strukturuar kriminal. A do duhet të reagojë Kuvendi i Shqipërisë, institucioni që përfaqëson interesin e qytetarëve, për të dhënë mesazhin që ne nuk mund të pranojmë që në Shqipëri në vitin 2026 të kemi institucione që funksionojnë si grupi strukturuar kriminal. Por në emër të majorancës socialiste, kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla vuri ndukje se kërkesat bien ndesh me vendimet e gjykatës kushtetuese. Sipas Ballës, kërkesa për ngritjen e një komisioni hetimor për rrugët duhet shkruar në mënyrë që të referohet një çështje të veçantë, ndërkohë që për Rakshin, parlamenti nuk mund të ndërhyjë pasi ajo është një çështje në hetim nga SPAK-u. Mbështetjet plot ndaj prokurorisë, qoftë kjo e posaçme apo prokurorit e rretheve, në të gjitha hetimet që ato kryejnë sa i përket çështjeve të sipërpërmendura, por në asnjë rast nuk duhet që Kuvendi, pushteti legislativ të ndërhyjë në autoritetin e pushtetit gjyqësor. Tauland Balla komentoi ndërkaq edhe ambicien e kolegut të tij socialist Erion Braçe për të garuar për Bashkinë e Tiranës. Unë nuk kam dëgjuar kritika, jo pa qëllim ne kemi hapur një proces shumë të gjerë analize brenda Partisë Socialiste, ku secili është i lutur të vijë, të marrë pjesë në të gjitha që nga struktura baze jonë. Sa i përket ambicjes së çdo socialisti lidhur me proceset e ardhshme zgjedhore, nuk ka zgjedhje në Tiranë deri në një nga të diellat mes 15 prillit dhe 15 majit, kështu që do kemi kohë ta diskutojmë. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo raportoi këtë të martë në Komisionin e Reformës Territoriale. Ai tha se shumë bashki kanë financa të dobta dhe shpesh janë të varura nga transfertat e qeverisë. Bashkitë e vogla kanë vështirësi për të gjeneruar të ardhura. Kështu u shpreh ministri për Pushtetin Vendor Ervin Demo, teksa raportoi gjendjen e institucioneve vendore në Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale.
nuk kemi uniformitet territor për sa i përket performancës bashkive. Ne kemi dy momente ku ka bashki që realisht e ka rritur në mënyrë agresive kapacitetet e burime njerëzore, arrin të mbulojnë të gjithë territorin me shërbime, por kemi edhe raste ku bashkitë të cilat kanë tentuar të rrisin kapacitetet e burime njerëzore, përsëri nuk arrin dot që të ofrojnë shërbime që ato kanë bazë, siç mund të jetë menaxhimi i mbetjeve, të mbulojnë të gjithë territorin që ato kanë administrim. Sipas Demo, problematike mbetet varësia financiare që bashkitë e vogla kanë. Është e vërtetë që në territor ne kemi bashki të cilat jo vetëm të ardhët e tyre, por dhe një pjesë të transferit të pakushtëzuar përdoret për fondin e pagave. Ky është realitet. Nuk është në gjitha bashkit, por përsëri ky realitet është përgjithsisht në bashkitë e vogla. Por këto efekte sipas opozitës vijnë për shkak të reformës së vitit 2015, të cilën e quajtën të dështuar. Në gjykimin ton ato janë thjesht zgjatime, delegime të pushtetit qendror në terren. A e pranoni këtë si një problem që kishte modeli aktual që ju keni ndjekur dhe fakti që sot njësitë administrative nuk janë përfaqësimi i vullnetit të përfaqësimit lokal të qytetarëve në terren? Rreth 60% e bashkive kanë përkeqësim të autonomisë fiskale. Pra, nëse heqim atë që është burimi kryesor sot që e mban, do shikojmë që autonomia fiskale në fakt është përkeqësuar. Edhe qëndrimi në vend po t'ishte, edhe një rritje e lehtë prapë do ta quaja përkeqësim, kundrejt përgjithshmërisë shumë të madhe që u theksua në vitin 2015 për këtë reformë. Gjatë mbledhjes nuk munguan as debatet sa i përket reduktimit ose jo të numrit të bashkive. Ndonse palët ranë dakord se ky vendim i përket së ardhmes. Një vajzë e mitur është sulmuar nga një qeni racës Pitbull pa pronar në Vlorë. Voglushja e cila ishte në praninë e gjyshes së saj është dërguar me urgjencë në spital me plagë në kokë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditjen e kësaj të martën në Vlorë, ku një qeni racës Pitbull ka kafshuar një vajzë 4 vjeçare. Voglushja në momentin e ngjarjes ka qenë e shoqëruar nga gjyshja e saj. Ngjarja e rëndë është shënuar në zonën e Lungomares në Vlorë dhe siç mësohet, qeni dyshohet të jetë pa pronar. Si pasojë e sulmit nga qeni, e mitura ka pësuar dëmtime në pjesën e kokës. Fatmirësisht, ndërhyrja në kohë e një punonjësi të bashkisë shpëtoi vajzën nga një lëndim fatal. Qeni po kalon atje, një doktor qeni i kapi kokën direkt. Vajta me shpejtësi e ka paralidha komplet në zinxhiri. Qeni ishte pa pronar apo? Pa pronar, s'ka pronar. Ishte rrugës. Ai ka 3 ditë këtu për do. Shpëtoi fati asaj edhe që ndodha unë në moment. Ajo është transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku aktualisht po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Ndërkohë, qeni është mbajtur i lidhur dhe pritet të merret në administrim nga autoritetet policore. Më pas ai do të dërgohet në një qendër të posaçme për trajtimin e kafshëve. Apeli i posaçëm ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë pezullim nga detyra për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Pas shqyrtimit të ankimimit gjatë seancës së kësaj të marte, gjykata vendosi të mos ndryshojë vendimin e mëparshëm ndaj ish numrit 2 të qeverisë. Balluku kishte ankimuar masën e sigurisë të vendosur nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar më 22 nëntor, duke kërkuar rrëzimin e saj. Në vendimin e mëparshëm, GKK caktoi 2 masa sigurie ndaj saj, pezullim nga ushtrimi i detyrës dhe funksionit, si dhe ndalimi daljes jashtë vendit. Një aksident rrugor me pasojë vdekjen e një të riu është regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit të kësaj të martën në autostradën Fier-Vlorë në vendin e quajtur Novosel. Një automjet që drejtohej nga 24 vjeçari Albi Hoxha është përplasur me barrierat mbrojtëse anësore të rrugës, duke u shkatëruar plotësisht. Fatkeqësisht, rreth 30 metra larg pikës së përplasjes, është gjetur pa shenja jete 24 vjeçari. Dyshohet që shpejtësia e madhe të jetë bërë shkak për aksidentin e rënd. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.